Ke 50% ky është me agjendën UOK, se kuptova. Se di pyete. Jo, je me agjendën UOK ti gjen se sa një gjë s'kuptova nga gjë. Duhet ty more ti bësh pyetje gazetarit me kësh, gazetari bën punë. Ty se je ti del televizor me dhon men. Thjesht po them ku beso. I bën ti pyetje mjekut e kurona po jo ti terroristin. A i interesje po jo. Ka një betim Hipokratës të mjekut, ka një betim Hipokratës të gazetarit. Gazetari merret me tjerës, merret me vetën drejt. Që duhet ty, po idetë e mia unë dal politik. Jens, të falë. Jo, thjesht thuaj që je me agjendën UOK, vetëm kaq po them. Hajde më merr telefon brapa. Se për ne një njerëz që thotë nuk ka lidhje, nuk ka interes konservatorizmi. Po vetëm me ditun, jo më që më tha mua që nuk ka lidhje konservatorizmi. Zgjeti përgjigjesh. Kaq. A jeni interesje po jo? Dy zonjë, ju jeni LGBT, ju jeni martuar me bashkë dhe me burr. Kjo është lloji pyetjes tonë ndër. Unë beçat më doj kokra i qefit dhe s'kam asnjë lloj kompleksiteti. Edhe unë, çfarë kokra i qefit. Dhe unë shumë me kujdes të thash. I thash Aulonit. Dhe i thash Aulonit. Aulon, duhet të ta thot Gen se unë s'përfshihem fare ti kjo se unë kam idetë mia për këtë gjë. Dhe i kam shenjta. Unë i pyeta Aulonin, i thash, do të ta thot pse duhet ta thot zgjedh Gen si ta thot. Po pra, pyetje më. Sepse përgjigjesh fare. Zero. Për këtë voton ti. Kupton ti apo jo Alon, po është turp për si mund të lejoni ju gazetarët në Francë, do të hyjë moderatori. Ti s'ke të drejtë i bësh pyetje personale gazetarit. Alon, ju po bëni debat. Jo, ju po bëni debat Gen se shumë kollaj. Mos i përgjigjesh fare, je i nderuar, i respektuar. Ngacmova. Kjo ishte tema për cilën unë ftova, do të ftoj për çështjen e detit. Idetë e mia zotëri do t'i marrësh kushtimin politik. Të përshëndes Gen. Për minuta, se më keq kuptoj dhe kjo përshëndetje, është 53. Jo se është shumë interesante kjo që po themi, po. Kjo e fundi, shumë e turpshme dhe njëjtë për gazetarin, çfarë je ti për komendon ti? O, interesia po orja. Ky është niveli i Shqipërisë.